Një element shumë i rëndësishëm që ju përmendët lidhet me që lidhet me reformën drejtësi është njëkohësisht edhe pavarësia e SPAK-ut, ju referua disa herë SPAK-u si një institucion që ka realizuar, që ka pasur arritje. Qeveria ka propozuar ndryshimin e 242 të Kodit të Procedurës Penale për të parandaluar pezullimin nga detyrat e kryeministit dhe ministrave gjatë hetimeve penale. Si pajtohet kjo me benchmarku numër 3? Që qeveria është angazhuar në kapitull 23 si pjesë edhe reformës së SPAK-ut. Nga ana tjetër, raporti jep edhe numrat të hetimeve, i përmendët edhe ju, të akuzave, por nuk ka asnjë shifër finale. Në fakt, hetimi në shkallë në nivel të lartë ka një rënje nga viti i shkuar, vetëm në 6 raste, ashtu siç përmendet edhe në raportin tuaj. Ka një problematik për sa i përket luftës korrupsionit dhe kjo lidhet me çështjen e dytë që unë dua të përmend, që janë prokurimet publike. Është fakt, në fakt që Shqipëria ka rënë me 11 vende në raportin e Transparency International për luftën ndaj korrupsionit dhe unë doja dje me interes edhe deklaratat e fundit për sa i përket situatës